Rruga për në kalan e Rozafës nga parkingu publik deri në Qafsh në gjendje aktuale nuk plotëson asnjë standard për të quajtur rrugë turistike. Në disa segmente të saj janë kryer punime nëntoksore nga firma të ndryshme, por nuk kanë bërë më pas riparime të dëmeve të shkaktuara. Po kështu disa pusete janë dalë totalisht jashtë funksioni dhe kthyer në rrezik aksidentesh për kryqësorët. Nga ana tjetër vërejën shtylla elektrike të rrëzuar dhe të tjera të dëformuara, duke krijuar kështu imazh një sistemi elektrik kaotik. Gjithashtu edhe në vetë hapësirët e dy parkingeve publik nuk i përgjigjet as pak numrit të madh të automjeteve të turistëve, sidomos gjatë sezonit veror turistik. Rënditja këtyre problemeve në mënyrë të përmbledhur tregon se në raport me pasurinë e madhe të trashëgimisë kulturore historike që ka ky zonë, që fillon me Kalan Rozafa, një ndër më të vizituarët në vendin tonë, për të vijuar me lagjën Qafë dhe xhaminë e Plumbit, infrastruktura nuk i përgjigjet as pak shërbimeve që normalisht duhet të ofrojë ky park arkeologjik. Është kjo arsye pse Bashkia e Shkodër dhe Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore kanë përgjegjësi të bashkëveprojnë që gjendja e infrastrukturës në këtë zonë të përmirësohet sa më shpejt. Kjo për faktin se sezoni veror turistik ka trokitur në derë, megjithatë nuk kanë harruar se në këtë zonë ka zhvillim të turizmit gjithëvjetor për shkak të trashëgimisë kulturore, ndaj kërkohet që infrastruktura të jetë funksionale gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm gjatë verës.